Përshëndetje të dashur fëmijë, prindër, zonja mësuese Lefteri Metkaj, gëzuar festën e 1 qershorit, dita ndërkombëtare e fëmijëve në shkallë botërore. Këtë vit, nxënësit e 3 kurseve të mësuesve Lefteri Metkës vinë me rezultate më të mira, më të suksesshme, si në numrin apo në gjendjen e fëmijëve, po dhe në të gjitha treguesit të cilësitë të tjera. Sot na kanë mbledhur takmit kaq të mirë, kaq të pastër, kaq të dashur, siç shikoni. Unë ju uroj në radhë parë në pozicionin e gjyshit, fëmijëve, që mësojmë gjuhën shqipe në Greqi e në të gjithë diasporën shqiptare kudo që janë. Po njëkohësisht uroj dhe gjithë fëmijët e njerëzve dhe e fisit dhe gjithë shkëlqyerit tonë që janë në territorin e Republikës së Shqipërisë, në Kosovë, në Maqedoni dhe në vende të tjera shqiptarës që janë në trojet e tyre sot edhe që moti. Urime të gjithë. Shumë faleminderit.